Ka parë ka prekur shumë trupa, edhe ato të fytyrave tona publike. Në fakt, ai ka vizatuar pjesë të ndryshme të trupave të tyre. Edhe pse është arhitekt, Elton Murati tash 12 vite mirret me tatuazhe. Në vazhdim ju sjellim një rrëfim për të se si filloi të merret me këtë punë, ku ndodhet lokali i tij dhe trupat e cilëve VIP tan ka vizatuar. I'm going hard about it till there's no more room left. And you ain't never seen nobody sitting through this. You got space, tat it up, tat it up, tat it up. Është njëri ndër profesionet më të rrezikshme në botë. Çdo gabim i bërë, sado i vogël, nuk gëzon fare tolerancë. Arti i vizatuar është një histori e shkruar në trup, një kujtim e një datë. Elton Murati është emri që mban tatuartisti më i mirë shqiptar, i lindur në Shqipëri, por që në moshë të re ai shkoi në shtetin italian për të vazhduar studimet. Mbaroi shkollën e artit e dashuria për atë dheun nuk e mbajti edhe më gjatë atje. U rikthye në vendlindje, ku përveç artit të vizatuar, Eltoni njihet edhe si arkitekt në Shqipëri, ku edhe ka kryer disa punime për lokale, shtëpi e butiqe të ndryshme. Por dashuria më e madhe për këtë artist doli të jetë vizatimi në trup. E gjithë kjo filloi në Firenze të Italisë, prej ku edhe mori fillet e para në këtë profesion. Lindi më shumë si sfidë se sa si profesion, të drejtën. Ishte periudha më e bukur kur ne vizatonim çdo lloj gjë. Pastaj shkoj në një dyqan tatuazhesh për të bërë një tatuazh. Ai artisti normalisht nuk ishte kurrë i lirë. Nga aty lindi nevoja për të bërë tatuazhet normalisht. Ishte viti 1999 kur Eltoni për herë të parë mori seriozisht këtë profesion dhe ndër vite e ktheu në një biznes mjaft të suksesshëm. Përveç studios në Itali, ai kohë më parë hapi edhe studio në Tiranë për shkak të interesimit të madh të njerëzve. E puna e mbar e përcolli në çdo hap. Dashuria për artin, kënaqësia për ta etiketuar atë në lëkurë, bëri që Eltoni të jetë njëri ndër tatuartistët më të mirë në Ballkan. Por jo gjithmonë kjo dashuri për të bërë tatu realizohet. Kërkesa nga më të ndryshmet i adresohen Eltonit. Vin, kërkojnë gjëra shumë të vogla, unë nuk i bëj të drejtën, sepse zakonisht krijojmë diçka bashkë me klientin, e krijojmë bashkë një tatuazh që ti përkasi atij njeriu, domthonë të kapet nga karakteri, nga historia, nga diçka që ta mbaj mend. Edhe pse shumë shpesh këtë artist gjykohen nga njerëzit për artin e tyre, Studio Golden Hands Art Studio ka edhe anën e saj humanitare që duhet çmuar. Për femrat që kanë pasur një tumor ose diçka tjetër, që kanë kaluar një smundje, që kanë humbur vetullat ose flokët e këto, normalisht ne këtu i bëjmë falas, sepse është kënaqësi bile të punosh edhe me njerëz që kanë luftuar kundra smundjeve më të rrezikshme. Normalisht gjitha këto femra e kanë falas dhe janë të pritura nga ne në si studio. E bukur për të parë me sy, e lehtë për të qenë klient, por tepër e vështirë për të qenë vetë artisti. Rrezikshmërinë të cilën e ka ky profesion, rrallë kush mund ta kapërdi, por në syrin e Eltonit, ky profesion reflekton një kënd tjetër. Përveç që është një punë goxha fitimprurse, është art në ligj gjithë. Në artin e tatuazhit ekziston një ligj i vetëm, gabimet nuk lejohen. Me rreth 14.000 tatuazhe të realizuara nga dora e tij, e me më shumë se 12 vjet përvojë pune, Eltoni nuk i trembet më asgjëje. Flas në Europë nuk ta tolerojnë fare. Mund të arrestohesh me vërtet, mund të gjobisin me gjoba marramendse, pasi gabimet nuk lejohen. Por të jesh artist në Shqipëri e Kosovë, ku feja ka ndikim të madh dhe ndalon vizatimin në trup, nuk është se jemi mjaft i dashur nga njerëzit fetar. I pari do jem unë që të shkojmë ferë, sepse unë ja kam lënë si njom. Kështu që i kërkojmë falje gjithë llojeve të feve që janë qoftë budizëm, musliman, katolik, ebrej, kështu që nuk ka fare të bëjë, domethënë tatuazhi është estetik, është bukuri, diçka që të pëlqen ty, është sikur të vesh një pikturë në shtëpi.
kështu që është diçka e bukur. Unë kam pas raste t'i bëj tatuazhe dhe njerëz që punojnë në për institucione të tilla nuk ka absolutisht asgjë të keqe. Edhe pse feja ende është dominante në jetën e shumë familjeve, tabuja e tatuazheve, si në Shqipëri e në Kosovë, ka marrë një kthes pozitive. Tabut kohët e fundit kanë filluar të thyen, thënë drejtën. Kosova ka evolu shumë, ta thash edhe shpar për anën e tatuazhit. Ndoshta ka hikë edhe ai koncepti i nacionalizmit, se më përpara kërkoshin gjithë Shqiponjën, Skënderbeun, Shpatha, dohon Gjaku, Tjetra, UÇK-ja, ishin gjithë, dohon sot kanë kërku më shumë open mind, dohon dream, duke kërku gjonat më shumë të bukura, sesa dohon gjona kreative, jo thjeshta. Eltoni është artisti i cili ka punuar më së shumti me këngëtarët e artistët tanë. Dafina Zeqiri, Jonida Maliqi, Stresi, Bjordi Mejzini e shumë artistë të tjerë, duke mos lënë anash as politikanë të ndryshëm, kanë mbulosur në trupin e tyre mrekullinë e vizatimit nga Eltoni. Ndoshta janë ato të parët që e lëshojnë si modë tatuazhin duke i ekspozuar në për videoklipe vende të tjera. E të jesh këngëtar, aktor apo fytyrë publike, vendimi për të bërë një tatuazh duhet menduar gjëre gjatë. Normalisht janë shumë skeptik që të thonë, jo, po unë e du këtu, a du më duket mirë, dalin para pasqyrës, shifën, mikrofonin ngoj, thonë këtu, si do dalë, a më duket mirë, unë janë shumë dhe sa të vendosin, duhet në të kohë. Për parë, pastaj 'Cause you changed the way you kissed me. Por e mira e kësaj pune është që shoqëria me ta fillon dhe mbetet për shumë kohë. Njëra ndër klientet më të mira të Eltonit, me të cilën gëzon edhe shoqëri, është Dafina Zeqiri. Dafina ka folna 40 minuta me mua anglisht. Nga pamundësia për ta marrë me vete në Amerikë, ajo e la Djangon në kujdesin e Eltonit. Kërkuam, Django nuk ishte askund. Eltoni e kishte dërguar atë në një vend tjetër, e shpresojnë të rimarë para se të kthehet nëna Dafin nga Amerika. Tani kam një tatuazh për të bërë. Puna përsëri thret. Ne ikëm nga salla e artit për të lënë në rehati Eltonin që të zhvilloj artin e tij.